Pse Kurani depërton tek disa zemra, kurse tek disa zemra tjera nuk depërton? A është ku qëndron problemi këtu? Islam mendoj që një prej dy sebepeve mund të jetë e para ose është për shkak të mëkateve të robët i cili A mund të jetë edhe nga mendjemasia, arroganca? Mund të jetë edhe ajo, por arroganca dhe mendjemasia mendoj që hyn te mëkatet, pjesë e mëkateve janë. Domethënë, kur themi mëkatet, e di me hadithin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që zemra është e bardhë, momentin që e bën një mëkat i bëhet një pikë zezë etj, derisa ti bëhet të tërë zezë. Pastaj mo as nuk mund ta dalloj pas ta pranoj të vërtetën. Prandaj edhe na shohim domethënë zemra të cilat janë nxjerrë dhe nuk mund me dallu të vërtetën prej të pavërtetës për shkak të mëkateve dhe mo nuk ka ndikim as Kurani tek këta zemra. Ose domethënë e ka marr Kuranin perceptimin, kjo e para domethënë mëkatet. Edhe e dyta, perceptimet karshi Kuranit janë perceptimet gabuara që prej fillimit. Edhe nuk jep shansën vetes me shku mul aty si një talebe, si një kërkues i të mirë ose i dijes, i të vërtetës. Prandaj na kemi në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kur atë që mdul prej mendjes emri i atij poetit arab, mund ta ndihmoj dikush në për komente pastaj, i cili ka qenë prej poetëve më të famshëm edhe ka shku te Kureshët dhe ka thonë unë po shkoj me debatu pejgamberin alayhi salatu wassalam edhe me kthyn të vërtet. Edhe ka shkuar ka lexuar disa poezi. Resulullah sallallahu alaihi wasallam ka thonë ban unë tash me fol dhe ka filluar me i lexuar disa ajete kuranore, kur ai ka thonë mjaft. Aq e ka kuptu, aq e ka njoft botën e poezisë, e ka pa që s'është poezi edhe këtu te populli vet ka thonë fjalët që